Kefiri muj me thanë që është eliksir për shëndetjen e sorës. Pse? Për arsye se përveç probiotikëve, që e dim të krejt produktet që fermentohen prej qumshit, përmbajnë sasi të lartë të probiotikëve dhe janë të rëndësishme. Kemi mësuar që edhe probiotikë në formë të suplementeve janë shumë të rëndësishme për shëndetin tonë. Kefiri përmban edhe prebiotik, ndërsa gjatë fermentimit për shembull ka edhe më shumë vitamina, përmban edhe vitaminën D, edhe pse prebiotik. Për arsye se në florën tonë të zorës, në të gjitha florat kemi miliona bakterie. Edhe na jemi mësuar vetëm laktobacillin, për shembull me marr probiotik, ato flakonat laktobacille, po përdesa është në masë më të madhe, është shumë e vërtet, edhe ai duhet mu kompenzu në momentin që kemi e supozojmë që është dëmtu, më thon flora jonë, edhe bakteret janë dëmtu pas përdorimit të antibiotikëve, pas ndaj traume për shembull që ka psu sistemi trec, diare ose e konsiderojmë që janë dëmtu ato bakteria. Po prebiotiku pse? Për arsye se i ushqen të gjitha ato miliona bakterie që i kemi në zorë, dhe në të njëjtën kohë nëse marrim prebiotik e dim që kemi me pas një florë pak më të shëndetshme, edhe kemi mi rritë dhe mi rigjeneru të gjitha llojet e bakterieve që kemi, jo vetëm një bakterie.